Mirë se vini në bota e horoskopit. Le të lexojmë çfarë na thon letrat e tarotit për 12 qenjat e horoskopit për datën 4 korrik 2026. Ju faleminderit. Dashi, letra juaj e tarotit dash për këtë të shtunë 4 korrik është djalli. Je shumë i zgjuar dhe sot aftësia jote për të gjykuar situatat mund të vihet në provë dash. Ajo që në pamje të parë duket e padëmshme mund të fshehë më shumë se sa mendon. Ky është mesazhi që sjell letra djalli, veçanërisht në energjinë e hënës në peshë. Këtë të shtunë mos u mbështet vetëm tek emocionet, jo çdo ndjenjë pasqyron të vërtetën dhe ndonjëherë intuita mund të ndikohet nga frika, tundimi ose iluzionet. Përpara se të marrësh një vendim, ndalo për një moment, analizo faktet dhe mendo me qetësi. Kjo e shtunë është dita për të besuar logjikës, po aq sa zemrës. Duke qenë i kujdesshëm dhe duke parë për te pamjes së parë, do të shmangësh gabimet dhe do të bësh zgjedhjen më të mirë për veten. Demi, letra e tarotit dem për këtë të shtunë 4 korrik, 4 shpatat. Dem, këtë të shtunë ke nevojë për një pushim të vërtet. Pas një periudhe të ngarkuar, është koha të japësh vetes qetësi dhe të rikuperosh energjitë. 4 shpatat të kujton se pushimi nuk është humbje kohe, por një investim për mirëqenien tënde. Me hënën në peshë që vëmendja jote përqendrohet te miqësitë dhe rrjeti yt shoqëror, veçanërisht te njerëzit në të cilën bashkëpunon. Kjo është një ditë ideale për të dalë, për të kaluar kohë me miqt ose kolegët dhe për të shkëmbyer ide frymëzuese. Biseda e kësaj të shtunë mund të hapi dyert të reja për të ardhmen. Ndaje vizionin tënd, dëgjoj mendimet e të tjerëve dhe mos hezito të krijosh lidhje që mund të sjellin mundësi të vlefshme. Relaksohu, shijo shoqërinë dhe lejo që energjia pozitive të frymëzojë. Binjakët, letra juaj e tarotit binjak për këtë të shtunë 4 kupat e përmbysur. Kjo ditë të ndihmon të dalësh nga një situatë ku je ndjeri bllokuar binjak. Këtë të shtunë do të kuptosh më qartë se çfarë po të pengon dhe në vend që ta pranosh diçka të pandryshueshme, do të vendosësh të bësh një hap drejt ndryshimi. Megjithatë, kjo letër ka për 4 kupat e përmbysur, sjell edhe një paralajmërim. Dëshira për ndryshim është pozitive, por mos lejo që të kthehet në një zakon, ku kalon vazhdimisht nga një ide te tjetra pa i qurar gjërat deri në fund. Të qenit vazhdimisht i zënë nuk do të thotë domosdoshmërisht se po ecën përpara. Këtë të shtunë përqendrohu te një qëllim i vetëm dhe jepi gjithë energjinë tënde. Veprat do të kenë më shumë peshë se sa planet, kur i kushton vëmendja asaj që ka vërtet rëndësi, rezultatet nuk do të vonojnë. Gaforia, letra e tarotit për këtë të shtunë gafore, asi i kupave. Asi i kupave sjell një energji të bukur, dashurie, përkushtimi dhe fillime të reja emocionale. Për ty, kjo letër tregon se zemra është gati të bëjë një zgjedhje të rëndësishme në një marrëdhënie. Ke bërë diçka që ke mundur për të treguar një personi të veçantë ndjenjat e tua dhe sinqeritetin që mbar. Tani me energjinë e verës që të frymëzon, ndihesh gati ta çosh këtë lidhje në një nivel më serioz. Me 4 korrik të shtunë mund të vijë momenti për të bërë një hap të rëndësishëm, të shprehësh qartë ndjenjat, të forcosh një marrëdhënie ekzistuese ose të zyrtarizosh statusin tuaj. Besoj zemrës, por mos harro se një lidhje e fortë ndërtohet mbi sinqeritetin, besimin dhe përkushtimin e të sjellë. Këtë të shtunë universi favorizon dashurinë dhe hapjen emocionale. Luani, letra juaj e tarotit luan për këtë të shtunë është dielli, është një nga letrat më pozitive në tarot, si një shenjë zjarri e sunduar nga dielli. Ajo këtë të shtunë rrezaton vetbesim, energji dhe optimizëm. Gjërat duke se ecin në favorin tënd dhe mundësitë shfaqen më lehtë se zakonisht. Këtë të shtunë do të ndihesh plot gjallëri dhe me një humor të shkëlqyer. Është një ditë ideale për të ndjekur një qëllim personal, për të nisur një projekt krijues ose thjesht për të argëtuar me njerëzit që do. Energjia jote pozitive do të ndikojë edhe tek ata që të rrethojnë. Lejoj anën tënde lozonjare të dalë në pa dhe mos hezito të shijosh momentin. Sa më shumë të besosh në aftësitë e tua dhe të veprosh me zemër të hapur, aq më shumë sukses dhe gëzim do të sjellë kjo ditë. Virgjëresha, letra juaj e tarotit për të shtunën, për këtë të shtunë 4 korrik. Virgjëresh, kalorsi i pentakulave i përmbysur. Virgjëresh, disa pengesa mund të bëjnë të mendosh se suksesi është më larg se ç'duhet. Kalorsi i pentakulave i përmbysur tregon shkënjim, lodhje dhe ndjesë që gjërat nuk po ecin sipas planeve. Megjithatë, kjo është vetëm një fazë, jo destinacioni yt. Dhe të shtunë, mos lejosh që disa dështime të bëjnë të dyshosh në aftësitë e tua, përkundrazi, mbështetu te njerëzit që të duan dhe të njohin mirë. Një bisedë me një mik të besuar ose një person të afërt mund të të japë një këndvështrim krejtësisht të ri.
Ndonjëherë të tjerët arrin të shohin potencialin tënd dhe kur ti nuk e sheh vetë, dëgjoj këshillat e sinqerta apo pranon mbështetjen që të ofrohet dhe lejo që idetë e reja të frymëzojnë. Një perspektivë ndryshme mund të jetë pikërisht ajo që nevojitet për të rikthyer besimin tënd këtë të ftuar dhe për të vazhduar përpara. Peshorja, letra e tarotit për të testuar, peshore për 4 korik, 7 kupat e përmbysur. Peshore, të ndërosh në të ardhmet më të mirë është gjithmonë frymëzuese, sepse çdo arritje e madhe fillon me një vizion. Por këtë të shtun, 7 kupat e përmbysur të fton të kalosh nga imagjinata në veprim. Me hënën në peshq, intuita jote është e fortë, por letra të kujton se tani është koha të zgjohesh nga ëndrat dhe të përqendrohesh te hapat konkret që mund të ndërmarrësh. Mos u shqetëso nga shumë mundësi ose plane të paqarta. Zgjidh një drejtim dhe ec me vendosmëri. Këtë të shtun, çdo veprim i vogël që do bësh mund të të afrojë me qëllimet e tua për të nesërmen. Besoj vizionit tënd, por ndërtoje atë mbi vendime praktike dhe një plan të qartë. Suksesi vjen kur ëndrat shoqërohen me përkushtim dhe veprim. Akrepi, letra juaj e tarotit akrep për këtë të shtun, 4 korik, 2 pentakulat. Akrep, këtë të shtun do të ndihesh i ngarkuar me përgjegjësitë, por kjo nuk do të thotë se nuk mund t'ja dalësh me sukses. 2 pentakulat është letra e ekuilibrit, organizmit dhe aftësisë për të menaxhuar disa detyra njëkohësisht. Këtë të shtuar mos e kufizo vetëm duke menduar se duhet ta përfundosh një punë para se të fillosh tjetrën. Në disa raste, kombinimi i detyrave dhe menaxhimi i zgjuar i kohës mund të sjellë rezultate më të mira dhe të rrisë produktivitetin tënd. Eksperimento me mënyra të ndryshme organizimin derisa të gjesh ritmin që funksionon më mirë për ty. Fleksibiliteti dhe aftësia për të përshtatur do të jenë avantazhet e tua më të mëdha sot. Nëse ruan qetësinë dhe balancën, do të arrish të përfundosh më shumë nga sa e kishe imagjinuar. Shigjetari, letra juaj e tarotit shigjetar për këtë të shtuar 4 korik, kalorësi i shkopinjve. Shigjetar, ti je një shpirt aventurier dhe ti ta jetos jetën me pasion. Kalorësi i shkopinjve pasqyron pikërisht energjinë tënde, guximin, entuziazmin dhe dëshirën për të ecur gjithmonë përpara pa u ndalur. Këtë të shtuar kjo letër të nxit të shfrytëzosh çdo mundësi që të sjell dita. Besimi në veten tënde dhe karizma natyrale do të ndihmojnë jo vetëm të arrish objektivat e tua, por edhe të frymëzosh njerëzit që të rrethojnë. Mos ki frikë të marrësh iniciativën, të provosh diçka të re ose të ndjekësh një ëndër që të motivon. Energjia jote është ngjitëse dhe mund të bësh burim frymëzimi edhe për të tjerët. Shijoje këtë ditë me optimizëm, vepro me guxim dhe lëre pasionin tënd dhe udhëheq drejt përvojave të reja. Bricjapi, letra juaj e tarotit bricjap për këtë të shtuar 4 korik, asi i pentakulave i përmbysur. Bricjap, siguria financiare dhe reputacioni yt janë shumë të rëndësishëm për ty. Asi i pentakulave i përmbysur të fton t'i kushtosh më shumë vëmendje mënyrës se si menaxhon të ardhurat dhe shpenzimet. Nëse ka pasur pakujdesi ose vendime jo të mira financiare, kjo e shtuar është momenti ideal për t'i pranuar dhe për të marrë masa. Me 4 korik mund të kuptosh se një burim të ardhurash ose një situatë ekonomike e kërkon ndryshime të rëndësishme. Edhe pse kjo mund të jetë sfiduese, është momenti i vetëdijshëm për realitetin dhe sa ta injorosh atë. Kjo letër të inkurajon të kërkosh mundësi të reja për të rritur të ardhurat, veçanërisht përmes punës nga shtëpia, një projekt personal ose zhvillim të një aftësie që mund të sjellë fitime në të ardhmen. Vendimet e mençura që merr në këtë ditë mund të hedhin themelet për një stabilitet financiar më të madh në të ardhmen. Ujori, letra e tarotit për ju për këtë të shtuar ujor 4 korik, qerja e përmbysur. Ujor, ti shpesh je ai që kujdeset për të tjerët dhe mbron ata që janë në pozita më të dobta, por këtë të shtuar energjia e ditës të kthen në mendjen te vetja. Mund të jesh pikërisht ti personi që ka nevojë për mbështetje dhe kujdes. Me qerën e përmbysur, mesazhi nuk është humbje kontrolli, por një rishikim i drejtimit tënd. Ndoshta ke qenë duke shtyr fort përpara dhe pa edhe në vetes kohë të rikuperohesh ose të riorganizohesh. Sot është dita për të ndalur dhe pak edhe për të parë çfarë të shërben vërtet. Hëna në peshq të nxit të investosh te vetja, te mëqenia jote dhe te vendimet që të forcojnë nga brenda. Kur ndryshon këndvështrimin, gjërat fillojnë të rrjedhin natyrshëm. Edhe pse kjo letër është e përmbysur, ajo sjell një mesazh të fortë. Nuk dorëzohesh lehtë. Thjesht po mësonte që përpara në një mënyrë më të mençur, më të qetë dhe më në harmoni me veten. Peshqit. Letra juaj tarotit peshq për këtë të shtuar 4 korik, 7 pentakulat e përmbysur. Me hënën e shenjën tuaj,
Këtë të stund do të ndiheni më të ndjeshëm, më të vetëdijshëm dhe më të lidhur me atë që po ndodh në jetën tuaj emocionale pesht. Kjo energji ju ndihmon të shihni më qartë marrëdhëniet e situatat që nuk janë më të balancuara. 7 pentakullat e përmbysur tregon një ndjesi pa kënaqësi ose zgënjimi, sikur përpjekjet e tua nuk po shpërblen siç duhet. Në disa lidhje apo situata mund të kuptosh se nuk po merr mjaftueshëm mbrapsht atë që jep. Këtë të stund, kjo është një ditë e së vërtetës. Nuk ish mangesh më pyetjeve të rëndësishme dhe fillon të kuptosh më qartë se çfarë duhet ndryshuar. Kjo nuk është e lehtë, por është fillimi i një procesi shërimi. Duke pranuar realitetin ashtu siç është, i hap vetes rrugë për të marrë vendime më të shëndetshme për të ardhmen dhe për të rikthyer ekuilibrin në jetën tënde emocionale. Këto ishin parashikimi i letrave tarot për 12 të zodiakut për ditën e shtunë katërkorik. Ju faleminderit dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.